Kjo është familja ime, ky është baba im, Ylli Kalaja, kompozitor. E gjej gjithmonë piano, faktikisht kështu e maj men këtu e 35 vite të shkuara. Kjo është mami im, Rakipe Karaj, soprano, është një qift artistësh, natyrisht që jeta jonë rrjedh midis pentagramit, pianos, librave që kemi mbrapa. Këta janë dy njerëzit e mi të zemrës, kanë mbaruar të dy Akademinë e Arteve, janë njohur aty, janë dashuruar aty në skenë, edhe kjo është jeta e tyre, pra piano, kënga. Unë jam rritur në këtë familje, jam shumë krenar që jam rritur me këta prindër të mrekullueshëm. Jeta ime ka vazhduar pastaj midis shtëpisë kulturës në Fushkruj. Unë kam dalë për herë të parë në skenë, faktikisht ka qenë moshën 5 vjeçare, mos gaboj apo jo? Po. Atëherë? Do ju zbuloj sekret, unë jam i patalentum, nuk di t'i bi asnjë vegle muzikore, nuk di as të këndoj. Veshke. Po jo, veshim ka shumë po. E vërtet. Babi më ka marrë me zor disa herë për me mësu piano në fizharmonikën. Unë gjithmonë ose bëja sikur isha në gjumë, ose shkoja duke luajtur futboll. Kurse mami e ka pa që unë jam stonatur e gjallë në muzikë dhe më tha, vazhdo, nuk je për këtë punë. Zgjimet e mia të mëngjesit kur kam qenë fëmijë kanë qenë nën tingujt e pianos, babi mërmëriste në një motiv teksa rruhej për të bërë atë këngën e radhës. Mami zgjoi pak më vonë se babi, se ka çik më shumë qejf këtë gjumin e mëngjesit. Edhe mami ka një defekt që unë doja vej tani në duke, që bërtet shumë telefon. Pra kur flet me njerëz, po thot, jam soprano. Babi masi rruhej në mëngjes, ulej në piano, edhe bënte këngën e radhës. I kishte si karamele këto këngët, sidomos këngët për fëmijë, kujdes. Natyrisht pra që jeta ime rrjedh midis kësaj familje, jam një djalë falënderues ndaj Zotit në radh parë që më ka sjell këtu, dhe natyrisht edhe ndaj këtyre prindërve që kanë brumosur tek unë idetë e patriotizmit, pa diskutim, sepse atë dashuria lind në familje. Në rast se ne nuk do kishim këtë familje, absolutisht unë nuk do isha ky që jam tani. Jo se kam bërë namin për Shqipërinë, po e du Shqipërinë, vetëm kaq. Pra jam patriot. S'ke menduar asnjëherë të largohesh nga ky vend. Edhe s'do largohemi. Edhe ne krenohemi me ty. Të urojmë vetëm suksese, pa çfaqen e bardh, edhe ec kështu siç je. Jemi familje e lindur në Fushkruj, e konsoliduar në Fushkruj dhe do vdesim në Fushkruj.